Ju në gjatë jeta urojt jeni mirë. Të dashur miq, jemi në një ditë jashtëzakonisht të rëndësishme sot, sepse rreziku i cili na rrethon është shumë i madh. Po ndodh me shumë kujdes rrethimi i Tiranës dhe tradhtia e madhe në kulisa. Greqia po bën gati planin e madh të saj për të afruar në drejtim të jugut të Shqipërisë. Çfarë është duke ndodhur në kulisa, çfarë po gatuhet? Sot, me rastin e festës kombëtare të Greqisë, e gjithë Tirana është pushtuar nga flamujt e Greqisë. Çfarë është duke ndodhur? Ju përshëndes të gjithëve dhe mbani veshët hapur, sepse ajo që po shpjegojmë sot është nga situatat më të rrezikshme. Ndërkohë që ne flasim për Iranin, për pushtimin, për riformatimin e lindjes mesme, për riformatimin e botës dhe për grisjen dhe shkepjen e të gjitha hartave, të cilën unë e flas çdo ditë, ndërkohë që jemi të angazhuar se çfarë po ndodh gjithandej, këtu në Ballkan po ndodh diçka e madhe. Maskaraj të Tiranës tashmë i ka rënë maska. Tirana nuk u zgjua sot në ngjyra të kuqezi, por në hijen e një provokimi i cili mban erë tradhti kombëtar. Flamujt e Greqisë janë valvitur dhe kanë pushtuar rrugët tonë, ndërsa Athina zyrtare mban ende në sirtar ligjin e luftës. Ky çoban që kemi vënë për të ruajtur delet në Shqipëri, ky çoban që kemi në krye po e dorëzon Shqipërinë, në duart e Mitsotakis. Në faqen e parlamentit grek, sot zyrtarisht jugu i Shqipërisë për herë të parë shpallet tokë grek. Dhe kryeministri Ynë Hesht këtë e ka bërë në faqen e tij në Facebook, krye parlamentari i Greqisë aktuali, dhe e ka vendosur edhe në faqen zyrtare të parlamentit të Greqisë. Kryeministri Ynë i shitur Hesht dhe opozita Hesht, sepse po i blen pushtet personal, është duke bler pushtet, janë duke bler pushtet personal, me çmimin e sovranitetit ton dhe të shitjes së Shqipërisë. Edi Rama, i shpallur si vorjo e periot, po luan bixhoz me gjakun e të parëve tanë. Ju e dini që Edi Rama, pas viteve 90, ka jetuar për disa vite në Greqi, 3 apo 4 vite. Dhe nuk përjashtohet mundësia që edhe atje të jetë shpallur si vorjo e periot. I ngarkuar për të mbajtur në kontroll dhe për të mbajtur lidhjen me shërbimet greke nga agentja Eleni e shërbimeve sekrete greke, mentorja e Edi Ramës, mentorja greke e Edi Ramës, ai sot po zbaton si një kal troje me shumë kujdes planet e Athinës për të shitur dhe për të çmontuar një herë për gjithmonë Shqipërinë. Edi Rama, si mundet që një vend që të konsideron armik me ligj lufte, të mbush kryeqytetin tënd, me flamurin e Greqisë, si mundet kryeministri i Shqipërisë të mbush flamurin, të mbush rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë me flamurin e një shteti i cili nuk ka pranuar ende të heq ligjin e luftës. Ndërsa ti në Athinë nuk guxon as ta përmendësh emrin e çamërisë. Por ai vijon dhe bën teatro kuq e zi atje në Athinë me lejen Athinës për të maskuar si një patriot i madh, dhe këtë lojë ne ju a kemi dekriptuar. Ai është duke bërë krejt të kundërtën e patriotizmit të tij. Asgjë kundë në botë nuk ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë edhe sot kjo që po bën Edi Rama në Tiranë. Ky që po bën Edi Rama duke pushtuar Tiranën me flamujt e Greqisë nuk është respekt miq. Është kapitullim dhe përgatitje e shitjes së Shqipërisë. Rama po i fal Greqisë 12 miljet e detit. Dhe këtë po e bën për të mbajtur karrigen e tij. Ai nuk është kryeministri i Shqipërisë, është një agent i vënë në lëvizje nga fijet e vjetra të shërbimeve sekrete, duke na lënë pa ushtri dhe pa dinjitet. Dhe kjo zbulon pak gjëzën
e sjelljes së Fatos Nanos të Edi Ramës me thonjë të paprera nga nën urat e Parisit, e solli në Tiranë për të kryer dhe për të nisur procesin e tradhtisë së madhe dhe demontimit të Shqipërisë. Prandaj, Fatos Nano nuk e tregoi kurrë se kush ja kërkoi atij ta sjell agentin Edi Rama nga Parisi për në Tiranë. Plani 30 vjeçar i helenizimit tashmë ka nisur të konkretizohet. Nga pensionet tek varrezat. Ju jeni dëshmitar të gjitha këtyre që kanë ndodhur. Shqiptar, vëllezër dhe motra në Shqipëri, trojët shqiptare dhe kudo që jeni, hapni sytë mirë. Ajo që jemi duke parë nuk ka filluar sot, as ka filluar dje. Ky është një plan ogurzi 30 vjeçar i helenizimit të jugut Shqipërisë, i cili po zbatohet hap pas hapi, minut pas minute. Nisi me fazën e parë, që ishte faza e pensioneve. Pensionet greke me të cilat u ble digniteti i njerëzve të varfër, për t'i kthyer më pas në numra minoritetit të sforcuar, dhe më pas për të bërë gati reformën territoriale dhe ligjin për referendumet, për të bërë gati shkëputjen e jugut të Shqipërisë. Faza e dytë ishte krijimi i partive minoritare dhe aty ku këmba e Greqisë nuk ka shkelur kurrë dhe këmba e Grekut nuk ka shkelur kurrë. Ndërsa faza e tretë ishte uzurpimi i kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, duke kthyer shtëpinë e Zotit në shtëpi të propagandës së agenturave greke në Shqipëri. Dhe të gjithë anti-shqiptarët 33 vjeçar kanë qenë bashkëpunëtorë në këtë shitje të Shqipërisë. Faza e katërt ishte ngritja e varrezave dhe e shkollave greke në zemër të Shqipërisë, si marka territoriale të një pushtimi të heshtur. Dhe këtë po e bëjnë tradhtarët e Shqipërisë, tradhtarët e Ramizalis që drejtojnë këtë vend prej 34 vitesh, dhe sot kanë gjetur sukses dhe konsensus ndërmjet njëri tjetrit për reformën territoriale dhe për ligjin e ri për referendumet. Ne tani jemi në fazën finale, në ndarjen territoriale, sepse ju kam thënë, ne jemi në zemër të botës të luftës së tretë botërore dhe do të shkepen shumë entitete, do të grisen shumë shtete, dhe atë që a them për natë nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, shumë prej jush e marrin me humor. Një pjesë tjetër as që i ve ujët në zjarr as pak, sepse janë në Big Brother. Janë atje duke parë se çfarë po ndodh me Shqipërinë. Dhe në këtë moment që po shitet Shqipëria dhe që shitet dhe po dorëzohet sovraniteti i saj dhe po bëhet gati plani i coptimit të Shqipërisë, ku i keni patriotët e internetit? Ku i keni ata patriotët që flasin për lavdinë e shqiptarëve, për lavdinë e pellazgëve dhe të ilirëve? Ku janë? Ku janë këta që flasin se Greqia ka qenë e gjitha shqiptare arvanitase? Ku janë? Nuk keni për t'i gjetur, sepse janë pjesë e të njëjtit plan të kurdisur nga Athina dhe nga Beogradi për të kontrolluar damarin nacionalist nëpërmjet tradhtisë, në mënyrë që edhe nacionalizmi, edhe patriotizmi të jetë në të njëjtën duar, dhe ata e kontrollojnë ritmin dhe presionin. Ku janë, pse nuk e denonsojnë tradhtarin Edi Rama? Këta patriotët e Facebookut që marrin nga 20.000 like në Facebook, ku janë? Pse nuk denonsojnë? Sepse nuk guxojnë ta piptin Edi Rama. Emrin Edi Rama, as emrin Sali Berisha, as emrin e tradhtisë, as emrin e gjithë agentëve të spionazhit grek dhe të spionazhit serb këtu në Tiranë. Nuk guxojnë, janë bashkëpunëtor të kësaj klase anti-shqiptare, tradhtare, hajdute. E kuptoni se pse ju them natë për natë se unë nuk bashkohem më me askënd? Se më thoni ditë për ditë, natë për natë, Krishnik, pse nuk bashkohesh me këta, dhe pse nuk bashkohesh me këtë patriotin apo me atë patriotin, me këtë nacionalistin me atë nacionalistin, janë të gjithë brenda lojës, të gjithë, edhe ata që bëjnë si patriot, Shqipëria është në shitje. Dhe unë do t'i denonsoj me forcë, me vendosmëri deri në fund, edhe nëse kemi vdekur si popull.
edhe nëse disa prej nesh janë gjallë. A është sot reforma territoriale e Shqipërisë që po e bën Komisioni bipartizan Rama Berisha një nevojë administrative për Shqipërinë? A është një nevojë, reforma territoriale është nevojë administrative për Shqipërinë? Apo është një hartë e vizatuar në Athinë për të krijuar bashkësinë e komunave greke në zemër të jugut të Shqipërisë, dhe kam 2 vite që e flas. 2 vite. Dhe më kanë thënë një konspiracionist që janë këto budalliqe, të njëjtët ata që mbahen dhe shitën shqiptarëve si patriotë të mëdhenj. Kam 2 vite që flas për asociacionin e komunave greke në jug të Shqipërisë. Reforma territoriale që po përgatit PD dhe PS, Rama dhe Berisha, është një hartë e re greke e porositur nga Athina për jugun e Shqipërisë. Është një thik pas shpine, po krijohet një rreth i vetëm me komuna minoritare që nesër të kërkojnë shkëputjen, dhe këtë po e shoqërojnë me ligjin për referendumet. Vangel Tavo u mor nga Edi Rama, nuk u qua në Himar për të shërbyer banorëve. Vangel Tavo u mor dhe u dërgua në vend të Fredi Belerit në Himar për të qenë garantuesi i këtij asimilimi. Dhe ky është plani i 1914-s, që po realizohet në 2026 me firmën e Edi Ramës dhe të Ferit Hoxhës, tradhtarit të detit ministrit të jashtëm të Shqipërisë, sot, të cilin në 2009, kur firmosi Ferit Hoxha me Lulzim Bashën dhe Sali Berishën shitjen e detit Shqipërisë në Greqi, Edi Rama e quajti tradhtar dhe sot e mori tradhtarin dhe e vuri në krye të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë. Këta janë ata të cilët e marrin dhe e shohin jugun si mall tregtie, ndërkohë Edi Rama me karikaturat nacionaliste të shqiptarisë që bredhin nga Top Channel-i në rrjetet sociale me nga 15.000 like, nuk piptin, por flasin për heroizmat e Edi Ramës dhe luftën e madhe që ai po bënte me Fredi Belerin, dhe ai ishte një teatër i madh, sepse Fredi Beleri u zëvendësua me Vangel Tavon për të dhënë simbolikën e greqizimit të Himarës dhe për ta përforcuar këtë simbolik. Dhe kjo u realizua bashkë me heshtjen e opozitës kolaboracioniste, e cila është duke pritur pazarin edhe ajo në Tavë. Ata janë bashkë dhe gjithë zarët që rrotullohen, satelitët e tyre, janë zarët e tyre, janë zagarët e tyre, janë anti-shqiptaria, janë tradhtia më e madhe e këtij kombi. Dhe këtu lind me njëherë kurthi i referendumeve. Asgjësimi i shtetit shqiptar, është fiks ashtu si që dëgjua, ka nisur asgjësimi i shtetit shqiptar me ritme të frikshme nga tradhtia dhe nga kolona e 5, që quhet Edi Rama i deklaruar Vorjo e Piriot në kohën kur jetoi në Greqi dhe u lidh me agjentin greke Eleni, e cila koordinoi marrëdhëniet e shërbimeve sekrete greke me krye tradhtarin e Shqipërisë Edi Rama. Por dëgjoni goditjen e fundit. Ligji i ri i referendumeve, ky vleh që na drejton, po përgatit preteksin e bërjes së një shteti që dëgjon popullin, por cili është qëllimi i vërtet i vlehut Edi Rama. Pasi të përfundoi ndarja territoriale dhe komunat jugore të identifikohen si greke, ai do të shpallet papritur, aty në atë moment do të shpallet papritur një referendum. Një referendum për vetë vendosje. Ky ligj po hartohet posaçërisht që nesër komunat e udhëhequra nga vasalët e Greqisë në jug të Shqipërisë të shpallin autonominë brenda natës. Ky është kurthi vdekjeprurës për Shqipërinë tonë dhe për Shqipërinë tuaj, vëllezër dhe motra që keni zhduk nga Shqipëria dhe po bëni para për të ardhmen e jetës të fëmijëve tuaj atje në emigrim. Ne, populli shqiptar, tashmë në luftën e tretë botërore, jemi duke legjitimuar me duart tona nga një kast hajdute tradhtare anti-shqiptare që e kemi lënë mbi krye, po legjitimojmë me duart tona sot tradhtinë, shpartallimin dhe shitjen dhe ndarjen e jugut të Shqipërisë.
këtë po e bëjmë ne dhe tradhtia që kemi mbi krye. Pyetje ja bëj direkt Edi Ramës në këtë moment. Edi Rama, apo e përdorni ligjin e referendumeve si mjet demokratik, apo kalin e Trojës për t'i dhënë Athinës çelësat e jugut të Shqipërisë me votë të manipuluar, të vjedhur dhe të grabitur? Përgjigja është e thjeshtë. Ky ligj, miq të dashur, ligji për referendumet, është vdekja e unitetit tonë kombëtar. Në një vend ku censusi fryhet artificialisht dhe ku minoritetet shpallen me detyrim, referendumi nuk është demokraci, por është tradhti. Ju po përgatisni Donbasin Edi Rama shqiptar. Ju Edi Rama jeni duke përgatitur Donbasin shqiptar në jug të Shqipërisë. Ju jeni duke i dhënë mundësinë çdo agjenti të huaj të coptojë Shqipërinë në emër të vullnetit të popullit. Dhe kjo është poshtërsia më e madhe që është bërë këtij kombi që nga koha e luftës parë dhe të luftës dytë botërore. Po, kjo është loja e madhe, të cilën duhet ta marrin vesh gjithë shqiptarët, sepse kanë bërë censusin me vetë deklarim. Një poshtërsi e cila legjitimon rritjen artificiale të numrit të minoriteteve. Ne në Shqipëri nuk jemi kundër minoriteteve. As kundër pakicave, dhe i mbajnë pakicat sipër kokës. U hapim pakicave zemrën dhe të letrin brenda but tek zemra jonë. Asnjë problem me pakicat, por procesi i vetë deklarimit dhe censusi me vetë deklarim, me ndërhyrjen e agjenturave dhe spionazhit të huaj në Shqipëri, me motivim, me para, me detyrim, me shtrëngim, me favore, krijon rritjen artificiale të numrit të pakicave në Shqipëri, ashtu siç ndodhi në 97-ën dhe ashtu siç ndodhi edhe më vonë, ku dolën grekët me Fredi Belerin dhe thanë Shqipëri ka 250.000 grek, dhe ka 200.000 vleh, dhe ka 250.000 rom, dhe shqiptarët dolën pakic kombëtare në një vend i cili konsiderohet shtet një etnik, siç është Shqipëria. Shqipëria nuk njihet në OKB si shtet multietnik. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe mirë se të vinë pakicat, e kanë derën të hapur. Por kolona e 5 Edi Rama e mbështetur nga kalendat greke tek radhët e opozitës janë duke përgatitur shitjen e Shqipërisë. Sa herë ju a kam thënë, duam marrëdhënie të mira me Greqinë dhe është një vend fëqij me cilin duhet të ndërtojmë marrëdhënie të mira. Si mundemi të ndërtojmë marrëdhënie të mira me një shtet në të cilin Rama shkon dhe merr urdhrin e mbrojtësit, kalorësin e ortodoksisë greke në Jeruzalem nga kisha greke e Jeruzalemit. Ku jeni ortodoks shqiptar, burrat e Shqipërisë, burrat ortodoks dhe gratë ortodokse shqiptare, ku jeni? Ju nuk jeni grek, ju jeni shqiptar. Dhe ju jeni të gjithë krenar për identitetin tonë. Ministri kryeparlamentari grek shkrua në faqen e tij në Facebook: jugu i Shqipërisë është territor grek, Vorjo e Piri është territor grek. E shkrua në faqen e tij, në zemër të Facebookut, në faqen zyrtare të parlamentit grek, dje një ditë më parë. Ferit Hoxha në krye të Ministrisë së Jashtme ende nuk ka thirrë ambasadoren greke në Tiranë, ti thot çfarë janë këto pislëqe. Ç'është ky partneritet? Ç'është ky maskarallëk? Ç'është kjo tradhti? Dhe në mesin e kësaj kohe, Edi Rama sot në rastin e festës kombëtare të Greqisë ka pushtuar gjithë Tiranën me flamujt grek në gjithë Shqipërinë. A do ta dorëzoni Shqipërinë? Apo jo, këto e dini ju. Unë kam detyrë t'ju njoftoj minutë pas minute çfarë po ndodh. Ju kërkoj ndjes që ju kam mbajtur gjithë kohës, por unë nuk kam harruar asnjë natë ju a lidh atë që po ndodh në lindjen e mesme me atë që po ndodh në Shqipëri. Natë për natë. Dhe ju kam thënë çdo ditë,
ka rikonfigurime të reja, ka riformatime të mëdha. Dhe kjo ishte edhe arsyeja përse ambasadorja greke amerikane në Athinë erdhi këtu me minifund dhe takoi Edi Ramën 12 natës me 20 cm taka. Erdhi për të sjellë kompaninë e madhe greke me pronarin e saj grek për të marrë minjera diku në juglindje të Shqipërisë. Dhe më pas është fotografuar me të njëjtin person duke hyrë në shtëpinë e bardhë në Washington. Loja është shumë e komplikuar dhe tradhtarët e Shqipërisë këtu në Tiranë shqipfolësit janë duke na shitur. Unë nuk e di se çfarë mundet dhe çfarë duhet bëj më shumë se sa të denoncoj. Do të mblidhemi apo jo, këtë e dini ju. Për cilë janë i këto mesazhet gjithë pjesës tjetër të shqiptarëve, Shqipëria është në shitje, është në prag të kapitullimit dhe tradhtia është në qeveri dhe në opozit. Ferit Hoxhën, i cili shiti detin për Greqinë, e mori Edi Rama që e quajti tradhtar në 2009, kur firmosi për Berishën dhe për Lul Bashën, kur ishte Berisha kryeministër dhe Lul Basha ministër i jashtëm, sot e mori Edi Rama, e vuri ministër të jashtëm. Dhe Ferit Hoxha sot është duke parë se si ngrihen flamujt e Greqisë në mes të Tiranës dhe se si kryeparlamentari grek njofton në faqen e tij në Facebook dhe në rrjetet sociale se Shqipëria, Vorjo e Piri, është tokë greke. Vëllezër dhe motra shqiptar, bota po riformatohet. Dhe Greqia është duke shfrytzuar çdo sekond dhe çdo minutë që ky çobani i Shqipërisë është në pushtet. Por ju duhet ta harroni këtë gjë. Ju duhet ta harroni që çobani që Greqia ka dhënë në pushtet dhe ka instaluar si kal troje për 25 vitesh këtu në Tiranë, ta harrojnë, sepse Shqipëria ka aleat. Në vitin 97, por edhe në vitin 68, kur Papadopoulos shkoi dhe u bë gati të pushtoi jugun e Shqipërisë, ishte Turqia ajo e cila i tha, do t'ju mbërrim në Athinë nëse guxoni. Dhe pikërisht atë vit dhe një vit më pas u tërhoq Greqia dhe u hap ambasada turke në Tiranë, 3-4 vite më vonë u hap dhe ambasada greke. E njëjta gjë në 97-ën, ku Tansu Çiller i ndaloi dhe u tha, kujdes me jugun e Shqipërisë se do të vim në Athinë, dhe me presionin grek dhe atë amerikan u tërhoqën. Kujdes, edhe Turqia ka hallet e veta, edhe Amerika sot ka hallet e veta, edhe Italia aleate ka hallet e veta, edhe Gjermania aleate ka hallet e veta. Këto janë 4 shtete që ka Shqipëria. Tjerat janë rrena. Amerikë, Turqi, Itali, Greq, Gjermani, këto janë aleat të Shqipërisë. Tjeret ju kanë shit. A do na shesin edhe këta që kanë ngel, unë nuk e di. Llogarit nuk më dalin që do na shesin. Por kujdes, tradhtin e keni në mes të Tiranës dhe me tradhtin tuaj janë duke flirtuar të gjithë. Turqia e ka thënë qartësisht bashkë me Amerikën edhe Gjermaninë, kufit e Shqipërisë janë vije kuqe. Edhe në 97-ën presioni amerikan dhe ai turk me Tansu Çillerin e nxorën Shqipërinë nga jugu i Shqipërisë. Unë kam frikë në këtë moment, sepse për arsye të halleve të mëdha që ka Turqia dhe afrimitetit të Ankaras me satrapin e Greqisë në Tiranë, Edi Ramën, kam frikë se mund të sakrifikohemi një pjesë të interesave tona. Unë besoj që Ankaraja nuk do ta bëj këtë dhe i kërkoj zyrtarisht sot shtetit dhe miqve në Turqi të shohin çfarë po bën satrapi i Tiranës, Kardeshi i Erdoganit këtu në Tiranë, të cilin keni 13 vite që ushqeni me vota, me pushtet dhe duke e fërku nga mëngjesi deri në darkë dhe duke bërë biznes me Belinda Ballukun për të marrë kontrata 10 miliona euroshe
në jug të Shqipërisë dhe jo vetë. Amerika dhe Gjermania janë duke kërku stabilitet, por Rama po ushet atyre një stabilitet të rrem, ndërsa në prapasken është duke u bërë pazari për Delvina Gazin dhe firmat greke si aktor. Firma greke aktor me presidentin e saj janë parë të fotografuar në shtëpinë e bardhë në Washington, me njëherë pas takimit me Edi Ramën, bashkë me presidentin grek të kompanisë aktor, bashkë me ambasadoren amerikane, e cila erdhi e çakërdisur dhe e qefliosur këtu në Tiranë në takimin privat me shitësin e Shqipërisë Edi Ramën. Shqiptarët kanë heroj. Shqiptarët kanë hero Gjergj Kastrioti Skënderbeun. E duan kush e duan dhe le ta urrejnë kush e urrejnë. Fqinjët tanë janë pa heroj. Ata nuk kanë heroj dhe janë xheloz për të shkuar në këtij kombi, për qëndresën e këtij kombi dhe kanë qindra vite që bëjnë plane për të na zhduk, për të na coptu dhe për të na pre. Prandaj janë betuar, përveç se të na e vjedhin shtetin nëpërmjet hajdutëve, majtas djathtas prej 34 vitesh, tashmë janë duke na vjedhur edhe tokën. Ndarja territoriale dhe ligji i referendumeve duhet demaskuar sot dhe në emër të partisë më të censuruar dhe më të ekzekutuar në Shqipëri. Lëvizja Dheu i demaskoj sot dhe do t'i demaskojmë sot sepse nesër mund t'jetë vonë. Po ne jemi të vetëdijshëm se nesër mund t'jetë vonë, miq të dashur. Sot Tirana është zyrtarisht e pushtuar me flamuj grek. Nesër mund të gdhihemi me një jug që nuk na përket më. Maskaraj të Tiranës, kreu të maskarallëkut të rilindjes, i ka rënë maska dhe koha e tij po mbaron. Por dëmi që po lë pas është i pariparueshëm. Nëse bijt dhe bijat e këtij kombi do të vazhdojnë gjumin dhe do të vazhdojnë t'i bëjnë like Kreshnikut dhe koment bravo të qoftë, si ja ke qerë maskët, nuk mjafton. Shqiptar, vëllezër dhe motra, ky nuk është një debat politik. Kjo është një luftë për ekzistencë. Atë dheu juaj nuk është pronë e Edi Ramës, as e Sali Berishës, as e Vangjel Tavos, as e Vangjel Dules, as e Mitsotakisit. O sot, o kur duhet të mbrojmë çdo pëllëm të jugut të Shqipërisë, ose do të vdesim si burracak dhe si tradhtar të gjithë, një lloj si Edi Rama dhe sëra e tij në opozit. Ky është plani Ogurzi i helenizimit të Shqipërisë. Ortodoks, burra e gra, shqiptar, kombëtarist, patriot, bit e nolit të Papa Kristo Negovanit, sot është koha të mbroni jugun e Shqipërisë, identitetin tuaj ortodoks, shqiptar dhe bashkë me vëllezërit tuaj muslimane, katolik, të ngrihemi gjithë bashkë si vllazën, të mbrojmë Shqipërinë përballë kësaj stuhie të rrezikshme për të cilën kam 4 vite që ju njoftoj. Dhe na vranë, na sakatuan, na masakruan, ata dhe gjarprit e opozitës dhe gjarprit e të huajve dhe të agenturave dhe të shërbimeve sekrete, të cilat kontrollojnë Shqipërinë dhe kontrollojnë KQZ-n dhe kontrollojnë kutitë e votimit dhe kontrollojnë opozitën e Berishës dhe kontrollojnë partinë e sektit të Edi Ramës. Ky është plani për helenizimin e Shqipërisë dhe asnjë reagim nuk ka nga opozita. Asnjë reagim nuk ka nga ata që konsiderohen si gardianët e Shqipërisë dhe asnjë reagim kundër Edi Ramës nuk ka nga patriotët. Patriotët me 10.000 like të Facebookut dhe me 3.000 like, të cilët flasin gjithë ditën për shqiptarinë e Greqisë dhe se gjithë universi flet shqip, me gjithë malin e Tomorit flasin shqip, me pellazgët me ilirët, Zoti ka qenë shqiptar, Krishti ka qenë shqiptar, Muhamedi ka qenë shqiptar, dhe pralla dhe idiotësirat e këtij pislëku dhe të kësaj natyre idiote, me të cilën mbahen në kontroll tufa idiotëve në këtë vend për të maskuar dhe për ta lënë aksin nacionalist dhe patriot të shqiptarëve në duart e tradhtisë të dirigjuar nga sekti i rilindjes Edi Rama, kryetari i sektit të rilindjes Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij në opozit.
Flamur i kuqezi, me Shqiponjën, me dy koka, është i vetmi flamur që do të valvitet mbi këtë tokë krenare për sa kohë do jemi gjallë. Në qoftë se nuk jemi gjallë, vula e tradhtis do t'i shoqëroj në varr dhe në përjetësi sa janë gjallë dhe kur të kanë vdekur, dhe 7 brezash, të gjithë ata bijtë të shitur të antishqiptarisë, të cilët janë duke tradhtu dhe duke lënë Shqipërinë sot në mes të 4 rrugëve, në këto ditë të rrezikshme ku po përgatitet coptimi i Shqipërisë dhe shitja e saj përfundimtare. Ndërkohë që ne po bëjmë këtë emision dhe po bëjmë këtë bisedë, ka nisur pazari me gjakun çam nga qeveria greke dhe tradhtia e pronave. Janë duke ushitur pronat në çame, ka nisur shitja e pronave çame atje në Greqi. Sepse Greqia e di shumë mirë që kanë nisur pazaret për ta mbyllur një herë për gjithmonë çështjen çame, sepse e din shumë mirë që do riformatohet bota pas luftës së tretë botërore apo brenda saj. Kjo është goditja më e pabes që është duke ndodhur atje në Greqi. Po ndodh në prapasken tani dhe ndërsa ne merremi me flamujt e Greqisë në Tiranë, Greqia në bashkëpunim të heshtur me qeverinë tonë janë duke bërë spastrimin final të historisë. Shitjen e pronave të çamëve ortodoks në Greqi është duke ndodhur tani. Po e dëgjuat mirë vëllezër të dashur. Vëllezërit tanë çam të besimit ortodoks, ata që mbetën në Greqi, ata që kishin tokat atje, shtëpit, historinë në Gumenic, Filat e Margëlliç, po shpërngulen sot dhe pronat e tyre janë duke u tjetërsuar nga shteti helen. Dhe çfarë po bën shteti shqiptar? Ferit Hoxha dhe Edi Rama kanë dhënë bekimin e tyre të heshtur në këmbim të mbështetjes politike të Athinës për tradhtin këtu në Tiranë, duke lobuar për ta në Washington tek Donald Trumpi, për të shitur llok ma Shqipërinë në këmbim të pushtetit. Dhe ky është një krim i dyfisht. Po fshim praninë shqiptare në Greqi, po fshim praninë shqiptare në Greqi, të atyre shqiptarëve arvanitas të cilët u ngritën në 1821 dhe ndihmuan Greqinë në nisjen e revolucionit. I vetmi shtet në botë që ka fest kombëtare kur fillojnë luftrat, jo kur mbarojnë luftrat. Festa e Greqisë, për gjithë ata që se din, nis me nisjen e luftës greko-turke dhe greko-italiane. Ne, ndërkohë që shitën pronat e çamëve ortodoks në Greqi, ne jemi duke shitur jugun e Shqipërisë dhe po pranojmë coptimin e jugut të Shqipërisë dhe greqizimin e Vorjo Epirit, duke qëndruar të heshtur përballë kryeparlamentarit grek, i cili e njofton këtë zyrtarisht vetëm 24 orë më parë. Është një shkëmbim popullsie dhe territoresh i maskuar, i cili po bëhet në emër të maskës, së marrëdhënieve dhe të fqinjësisë së mirë. Ky është fundi dhe ekzekutimi përfundimtar i kauzës çame në duart e një kryeministri i cili nuk njeh as gjak, as komb, por vetëm llogari bankare, pushtet dhe ra 30.000 euroshe dhe gostit e orgjive tek sekti i përdal dhe antishqiptar i rilindjes. Kryeministër Edi Rama, kryeministri të përkohshëm Edi Rama, i drejtoi një tjetër pyetje në këtë moment. A është e vërtet që takimet tuaja kok më kok me Kyriakos Mitsotakis, në këto takime keni pranuar të mbyllni syt përpara gradbitjes së pronave të çamëve ortodoks në Greqi, në këmbim të heshtjes së Athinës për aferat tuaja të pista dhe të Ferit Hoxhës, ministrit të jashtëm shqiptar, për kufirin detar dhe 13 miljet që ja keni shitur Greqisë? Heshtja e Edi Ramës është një pohim, vëllezër dhe motra. Ai po shet të drejtat e një populli të tërë, shqiptar krenar, për të mbrojtur pasurinë e oligarkëve të tij në Himar dhe në Sarand. Ndërsa Greqia fshin gjurmët shqiptare atje, Rama është duke i hapur rrugën bashkësisë së komunave greke, për të cilën flas ka 2 vite këtu në jug të Shqipërisë përmes ligjit të referendumit. Kjo nuk është diplomaci, kjo është vrasje e trashëgimisë tonë kombëtare.
Edi Rama me ligjin e referendumeve por i kthen Shqipërinë në një tokë pa zot, ku fqinjet marrin çfarë të duan dhe ne të mbetemi me flamujt e tyre në ditën kombëtare të Greqisë në zemër të Tiranës. Opozita ka vdekur. Është kolaboracioniste, është bashkëpunëtore, janë të gjithë në një tavë. Reforma territoriale po bëhet nga deputeti Boçi dhe Arben Mazniku, me njëherë pas molotovëve të cilët i hedh Berisha për të maskuar revoltën e tij të madhe dhe bashkëpunimin e tij me Edi Ramën. Le të flasim për emra specifik të reformës territoriale. Ju duhet ta dini me emër dhe mbi emër si e ka emrin tradhtia dhe si po zhduken komunat e vogla në jug të Shqipërisë. Pse u bashkua dhe po bashkohet Konispoli me zonat të cilat Athina i pretendon? Pse po tentohet të krijohet një korridor administrativ që lidh Gumenicën me Himarën? Këto janë pyetje për të cilat nuk ka për të kthyer kush përgjigje. Strategjia është e qartë. Zbrazja e fshatrave shqiptare përmes varfërisë së qëllimit, në mënyrë që të lëshojnë trojet e tyre ashtu siç po ndodh në të gjithë Shqipërinë. Fryrja e listave të votuesve me njerëz të cilët jetojnë në Greqi dhe vinë vetëm për të votuar me referendum, ndarjen me autobus që i sjellin hajdutët, oligarkë dhe biznesmenët e Edi Ramës nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Ligji i referendumeve që do të lejojë këto njësi të reja të shpallen zona autonome. Sapo të kaloj ligji që Rama dhe deputetët e tij po e kalojnë me urgjencë tani në parlament, me mbylljen e njërit sy dhe të njërit vesh të bashkëpunëtorëve të tyre në opozitë. Lista e deputetëve që përmendëm më parë, Taulant Balla, Çuçi, Tavo dhe të tjerë, janë noterët e kësaj harte të re. Ata nuk po votojnë për shërbime ndaj qytetarëve, po votojnë për vizatimin e kufive të ri brenda shtetit Am, brenda Shqipënisë. Vëllezër dhe motra shqiptar, të nderuar miq kudo që jeni në të gjithë botën, koha e analizave mbaroi. Sot është koha e zgjimit. Maskaraj të Tiranës i ka rënë maska, por bashkë me maskën po i bie edhe sovraniteti i këtij vendi, të shtrenjtë për ju dhe për ne. Jeni këtu apo jeni të larguar? Diaspora e Shqipërisë nuk duhet hesht. Duhet bashkoheni me ne sot në këtë betejë. Ushtarakët në lirim duhet flasin, oficerët, kolonelët, generalet ku janë, të ngrihen, të flasin, të denonsojnë të krim të kësaj elite hajdute anti-shqiptare, bipolare, majtas djaftas. Intelektualet të këtij kombi brenda Shqipërisë dhe jashtë saj nuk mund të fshihen më pas kullave të Edi Ramës. Nëse pranojmë sot flamujt e tyre në Tiranë, nesër do duhet të kërkojmë leje tek bashkia apo bashkësia e komunave greke për të shkuar në Sarand, apo për të shkuar në Himar. Historia do t'i shënoj këto emra jo si deputet, por si tradhtar, dhe ne dhe ju do t'na shënoj që Elam Adheun të coptohej në dritën e projektorëve të Facebookut, tradhtar si ata dhe asnjë pik, asnjë gram më tepër. Edi Rama mbaje mend. Jugu i Shqipërisë nuk është i yti dhe s'ka për të qenë kurrë. Deti nuk është malli yt as i babës tënd. Referendumi i vetëm që shqiptarët do të bëjnë do të jetë ai për të përzënë ty dhe bashkëpunëtorët e tu në opozitë dhe klikën tradhtare hajdute anti-shqiptare të 34 viteve që i trashëgoi Ramiz Alia, kryetari i sektit të Popoviçit dhe Dušan Mgoxhës, ata që shitën klikën tënde dhe klikës tënde që shiti Shqipërinë. Zgjohuni vëllezër dhe motra shqiptar, sot përpara nesër, o sot o kurrë për Shqipërinë tonë, për Çamrinë, për Kosovën, për Iliridën, për Luginën, për Malsinë, për vendin, për diasporën, për flamurin tonë të vetëm, flamurin kuqezi që do të valvis krenar mbi këto troje, sa të ketë jetë mbi tokë, nëse mbeten gjallë bijtë e Shqipës dhe të Shqipërisë. Kaq kisha për momentin, do të vijojmë në darkë me zhvillimet e tjera të mëdha, të tmerrshme, të jashtëzakonshme në 21 ose maksimumi 21:15 do të jemi live
këtu në kanalin Krishnik Osmani. Dërgojeni pjesës tjetër të shqiptarëve këto emisione, këto biseda, sepse kemi mbritur në pikën e fundit. Ky është sos, ky është alarmi sos. Ju veproni si ta ndjeni dhe si të doni. Ju faleminderit për kohën e çmuar, ju kërkoj ndjes për tonet, unë nuk mund t'i kontrolloj tonet, janë tonet e shpirtit, sepse Shqipëria po zhbëhet, po shitet dhe është e tradhtuar. Miru dëgjofshim më darkë.